Dashur miq, po takohemi bashkë në emisionin Këndi i Diskutimit. Sot do të flasim për shëndetin digital që konsiderohet se ka lehtësuar kujdesin mjekësor përmes konsultave online dhe mënyrave tjera që ofron kjo mënyrë, pra përmes internetit, se sa është i mirëseardhur dhe sa mund të jetë i rrezikshëm apo sa duhet të shtojmë kujdes në këtë drejtim. Do të flasim me specialistin e mjekësisë sportive dhe profesorin e shëndetit publik, doktor Bernard Tajirbegollin. Nderuar kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision. Kënaqësia është e imja. Faleminderit për ftesën. Në dëgjim të parë shëndetit digital, duket interesant si emërtim, edhe pse po e jetojmë çdo ditë. Çfarë do të thotë? Po, është term atraktiv, vërtet na vjen diçka interesante të gjithëve, por nëse ishim mundu me përkufizu, e shohim që ka të bëjë një ndërlidhje ose një shkencë ndërdisiplinore që e lidh shëndetësinë me teknologjinë e informacionit dhe mjetet tjera në dobi të shëndetit, në parandalim të smundjeve, diagnostifikim edhe menaxhim të tyre. Që ka kriju vërtet një lehtësi kur përdoret ashtu si duhet edhe arrin atë nivelin e kënaqshëm të zhvillimit. Dhe cilat janë përfitimet më të dukshme që mund të përfitojmë nga shëndeti digital? Po, si duket mas shumë ti po përfiton sistemi shëndetësor, sepse po zvoglohet dukshëm ngarkesa që po e ka me pacient, po vjen më shpejt deri te diagnoza, po vjen më shpejt te menaxhimi i rasteve, nuk po ka nevojë me humb shumë kohë. Deri tash kena marrë një çantë me letra kur jam shku te doktori, tash përmes regjistrave elektronik, përmes të dhanave elektronike, janë të gjitha në kompjuterin e mjekut ku shkon në kontroll, edhe kjo e lehtëson shumë atë barën që fizike që kushtimisht e ka secili pacient, po edhe ngarkesat financiare që vesa, sepse na jemi mësuar një pacient për me marrë një mendim të plot, do në vizitu disa mjek të njëjtën kohë, një. E kur ka një regjistër elektronik, pastaj aty shihet në atë regjistër elektronik se para 1 dite, para 2 dite, para 5 dite, 10 dite, ka qenë te filan doktori, ka këtë raport, ka tjetrin, ka këtë tjetrin, edhe mundet mu menaxhu më kollaj, mos me kriju shpenzime të panevojshme, po edhe një parë analiza që nuk i ka njerë me veti, i ka në sistem digital dhe ato mundën me lehtësu, pastaj ardhen deri te diagnoza ose krahasimin e rezultateve që kanë qenë të mahershme me këto aktuale, ja mundsojnë edhe një përcjellje, mirë po edhe një vendimarrje më të shpejtë rreth situatës. Në të njëjtën kohë, tash me zhvillimin e teknologjisë së informacionit dhe inteligjencës artificiale, pacientat po bëhen vetëm më kërkues, po dinë edhe si me pyet mjekun, edhe si me ardhur deri te një informacion që i duhet atyre, ose edhe si me përshkruani një ankesë si e kanë. Fatkeqësisht ne si komunitet ose si popull në tërësi nuk e kemi të mjaftueshëm këtë edukimin shëndetësor të instaluar në sistemin arsimor, që është dash prej parashkollor deri kur shkojmë në fakultet, na me pas lanë që lidhen me shëndetësinë, edhe na vetëdijsohemi për shëndetin tonë, që është me rujt me përparu shëndetin, po edhe si me komuniku me stafin mjekësor, se ka një herë bash ato ankesat kryesore që të çojnë drejt një diagnozë ose drejt një zgjidhje të një sfide shëndetësore, harrojmë i përmend. Nuk përshkruan. Nuk përshkruan, se s'di me tregu për shkakun, thotë kom dhimbje. Po çfarë dhimbje është ajo? Ku po fillon, ku po mbaron, çfarë karakteri ka dhimbja, kur e ka intensitetin më të madh, apo ndërlidhet me ecjen, apo ndërlidhet me gjumin, me ndonjë ushqim, diçka, krejt harrojmë me i përmend këto. E sikur të kishim një edukim të tillë, kishim shumë shumë më kollaj, ndoshta edhe me nda përshkrimet, pra me klasifikuar. Me nda përshkrimin, po edhe me ndihmu mjekut për marrë ditë diagnoza më shpejt. Po. Pra, përfitimet janë të dukshme në këtë drejtim. Patjetër. Po të dhënat e pacientit janë brenda një sistemi dhe ato monitorohen më lehtë pastaj. Por nuk është kjo e vetmja. Nëse kur flasim për shëndetin digital, tash ta duhet me fol edhe për telemjekësinë, mjekësinë në distancë. Që në fakt është më e hershme se... Po, gjithsesi, ndoshta nuk e kemi pas në aplikacionet telefonike që i kemi tash, po edhe më herët ka pas platforma të ndryshme të internetit ku jemi ul para kompjuterit edhe kemi fol me dikon në distancë, kemi mujt me marrë një anamnezë, me ndiku disa ankesa, pastaj me konsultu një kolegë
ose edhe me vizitu ndonjë pacient në distancë, po Pandemia pandemia e boni... ndërhyrjet kirurgjike që bëhen në distancë. Edhe deri te ndërhyrjet kirurgjike që bëhen në distancë, përmes robotikës tash, e më herët përmes instruksioneve live prej një eksperti në anën tjetër të ekranit, dhe dikush që ka qenë në sallë të operimit. Po kjo në kupton edhe menaxhimin në distancë, për shembull, ka plot pajisje që i vendosin pacientave, që është për shembull monitorimi i tensionit, i EKG-s, i pulsit, pastaj i glikemisë, që mundet përmes pajisjeve të ndryshme, mjeku ose infermieri në distancë me përcjell pacientin, edhe mos me lënë me ardhur deri tek i themi në ato krizat e panevojshme, sepse menaxhohet në kontinuitet gjendja shëndetësore dhe nuk lejon për shkak të kriza pastaj mu dëmtu shumë shëndeti i pacientit, dhe s'ka nevojë marrë shpesh pacienti pastaj për vizita. Kur e monitoron si duhet gjendja shëndetësore, veçmas me smundje kronike, edhe ngarkesa në institucion shëndetësor është më e vogël. Pra një person që nuk e ka të menaxhuar shumë mirë sheqerin kushtimisht, të smundje diabetit, ai duhet më shku më shpesh te mjeku me bë kontrolla edhe me monitoru gjendjen shëndetësore si e ka. Por nëse kish me monitoru në distancë, nuk ka nevojë për vizita të shpeshta, pra as nuk ka nevojë me bë shpenzime, po as me komplikime në fakt. As me dëmtu shëndetin e vet edhe me kompliku pastaj situatën edhe me organe tjera, jo vetëm me pankreas. Po, sa ekziston kjo kulturë tani, apo sa ka filluar të krijohet kjo kulturë në shoqërinë tonë, të shfrytëzojnë këto mundësitë e shëndetit digital? Shumë pak, jo vetëm na, po në mbar botën është një disiplinë në zhvillim e sipër, edhe na kemi mungesa të dukshme në kulturën e përdorimit të teknologjisë në dobi të shëndetit. Do të thonë të gjitha format. Na kemi filluar për me bë matje, për shembull me automatizu laboratorin, analizat, rentgenin, tash me përdor edhe këtë inteligjencë artificiale në lexim të analizave laboratorike, imazherike e kështu me radhë. Megjithatë, kjo nuk e ka një përdorim të gjerë, sepse sistemet shëndetësore në mbar botën, edhe të ne, nuk janë të gatshëm ju adaptu rrethanave të reja të krijuara, e për të cilat ka nevojë për investime më të mëdha që me pas një sistem ku integrohen që të gjitha këto bashkë në një gjuhë të komunikimit të IT-s, e cila është kompatibil me të dyja taborat apo me të dyja sferat. Organizata botërore e shëndetësisë, faktikisht gjatë pandemisë, që atëherë në 2019-2020 atëherë kur ka ndodhur një kthes në teknologji, në shfrytëzimin në fakt. Gjithsesi, do të thonë çfarë më të madhe na ka rënë mend që na mundu me shfrytëzu edhe teknologjinë në dobi edhe të shëndetit reciprok, edhe për pacientin, po edhe për sistemin shëndetësor, ka bëni udhëzues që inkurajon vendet të cilët avansojnë në këtë aspekt të zhvillimit të teknologjisë në forma të ndryshme. Qoftë përmes pajisjeve që janë stabile diku në institucion shëndetësore, qoftë përmes atyre që vendosen në trupin e pacientit, mi ndat danat edhe me kolegë tjerë që me përfitu për përvojave të njëri tjetrit. Megjithatë, e tërheq vazhdimisht vërejtjen, e bën një vërejtje që me pas kujdes në përdorimin e kontrolluar. Do thonë mos me kon përdorim i pa kontrolluar, se pastaj po devijon në përfusha të ndryshme dhe del jashtë menaxhimit. Dhe kush mendoni se duhet ta bëjë atë hapin e parë apo më të shpejt në ngritjen e vetdijes së qytetarëve? Janë mjekët ata të cilët duhet këshillojnë më shumë pacientët që të bashkëpunojnë edhe në këtë formë përmes shëndetit digital, apo duhen institucione tjera të punojnë në këtë drejtim? E përmendet arsimimin, që është jetik në këtë drejtim. Sigurisht që përgjegjësia kryesore tek ne i takon Ministrisë së Shëndetësisë, sepse me kushtetut atë Ministria e Shëndetësisë është përgjegjëse për promovimin e shëndetit, për ruajtjen, për parimin e shëndetit të popullatës. Megjithatë, stafi shëndetësor janë ata që janë më të thirrur me backgroundin, me studimet e tyre, me njohuritë shëndetësore që i kanë, me eduku dhe me vedisu popullatën për përdorimin e duhur të teknologjisë informative për ruajtjen dhe për parimin e shëndetit. Dhe si është apo si ka ndryshuar raporti mes mjekut edhe pacientit kur flasim për këtë temë? Në fakt, tash me inteligjencën artificiale ka fillu pak të ndryshojnë rolet. Pacienti ka fillu me qenë pak më kërkues, me kriju një vetbesim në bazë të informatave që i merr do kudo në internet që i gjen,
të bazuara në fakte, të pa bazuara, diçka që i ka pëlqyer ose që i ka pëlqyer më pak, edhe nuk e shem si referencë të vetme mjekun për mu informu për gjendjen shëndetësore ose për mu orientu se si me vepru më tutje, edhe kjo për rrit riskun për dame serioze shëndetësore. Pra ka rreziqe në këtë drejtim. Gjithsesi, praktika që është realizu deri tash në atë raportin mjek-pacient, ku normal ka një disbalans të informacionit shëndetësor, më thonë edhe të njohurive, sepse është përgadit një mjek, përgaditet me 6 vjetë studimi, pastaj me 4-5 vjetë specializim, plus praktika që e bën eksperiencën, e ka një disbalans informatave me pacientin që vjen, që kushtimisht nuk ka marrë një studim, apo nuk ka fitu një background shëndetësor që ka mjeku, edhe ka mujt me orientur shumë më ndryshe. Tash, kur vetë kërkojnë, vetë marrë informata, edhe gjejnë produkte nga më të ndryshme në internet, ta përdori këto ose atë tjetrën, këtë tjetrën, ka ndryshuar shumë situata, edhe po e bën më sfiduese menaxhimin e pacientëve të cilët mundohen me gjetë edhe një ilaç çuditëbërës, edhe mrekulli bërës, të cilën e kanë gjetë diku në internet, edhe dojmë vazhdu me përdor ato për me kurru gjendjen e vetë shëndetësore. Këtu është ajo rruga e mundësisë së keq informimit të pacientit? Tash, nështë ta kishim mujtë tash... Ju e thot më herët që edhe mjeku e përdor inteligjencën artificiale për të konsultuar, për të bërë analizat ndryshme, mirë po mjeku e di se në çfarë ku t'i bëj dallimet. Pacienti ku rrezikohet? Bashkë me ditë ku me bo dallimin, po është qëllimi përdorimit prej mjekëve dhe pacientëve ndryshon. Për shembull, nëse një mjek ose një staf shëndetësor e përdor për analiza ose krahasime të ndryshme të situatave. Por edhe pacienti mund ta bëjë të njëjtën. Pra kërkojnë nga AI që t'ja komentoj rezultatin e analizave. Nuk e bën vetëm krahasimin, ai mundohet me gjetë një informacion, me ardhë dhe një informacion që i duhet e bën vaki se ka bo pyetjen e duhur. Të njëjtin send bon vaki të dy të kërkojnë, po me njohuri që i ka mjeku e përshkruan problemin ose pyetjen ndryshe pacienti në një formë tjetër. Me diagnozat diferenciale që mundet mi pas në kokë ose në njohuri mjeku ose stafi shëndetësor, e ka një qasje tjetër nga informacioni që merr prej AI. Pra qasja e mjekut është bashkëpunuese, sepse mjeku ka njohuri për problemin që po trajton. Gjithsesi, pastaj orientimi vetëm në një drejtim, ose vetëm me një rezultat, vetëm me një analizë, vetëm me një produkt, është i mangët edhe mundet me konë keq orientues. Sepse produktet kur t'i shohim në internet, dhe këto deshta me thonë si fjali para prake. Ju gazetarët e dini ma mirë këtë mes informacionit edhe njohurive. Edhe tash në treg, në mundësit që i ka rrjetet e ndryshme sociale, teknologjia e informacionit, websajtet e ndryshme, ka shumë marketing. Në thonë, nuk ka informim, po ka shumë marketing për promovimin e produkteve të ndryshme komerciale, të cilat pastaj shiten sikurse një produkt mjekësor, e që nuk ka certifikat mjekësore. Pacienti nuk arrin tani me dallu një produkt, a është produkt mjekësor, a ka një patent diku, a ka marrë një certifikat të një produkti mjekësor, apo thjesht janë të reklamu si diçka suplementare, shtojtës, përveç terapive të tjera, edhe bazon krejt fokusin e vetë, se marketingu i produktit ka qenë i mirë. Ndërsa në gjykimin e mjekut tash ose stafit shëndetësor në anën tjetër hyn një mëri pyetjesh rreth sigurisë së produktit, rreth licencës dhe rreth volumtimeve të shumta që i zhdashun vo, edhe rezultateve klinike që duhet më sjell një produkt e pastaj më rekomandu për me përdor edhe të tjerë. Pacienti normal është në hall të vetë dhe mundohet me gjetë një zgjidhje sa më shpejt që më ju kthy rutinës të vet. Megjithatë, mu bazu në produkte të tilla që janë mrekulli bërse, është një pikë pyetje në veti dhe mundet me rreziku dukshëm shëndetin. Dhe si është gjendja në Kosovë në këtë drejtim? Qytetarët e Kosovës sa po përdorin këto mënyra alternative të mjekimit, po e quajmë kështu, duke qenë se ju e keni bërë edhe punime shkencore në këtë drejtim, ku keni trajtuar dhe studiuar shëndetin publik të vendit tonë. Në fakt, si është situata në përgjithësi nuk e dim me hulumtimet që i kemi bërë deri tash. Në vetë temën e doktoratës e kam bërë në fushën e shëndetit digital, ku kam nxit përdorimin e ilaçeve të personat me diabet përmes teknologjisë e informacionit në krahasim me ata që s'kan përdorur.
edhe kemi pa që ka efekt pozitiv nëse na e përdorim në këtë drejtim. Megjithatë, nuk ka një kontroll për përdorimin e videove sensibilizuese, reklamimit, produkteve që menaxhohet në nivel të vendit, edhe për këto është, me thonë, si lloj xhungle e informacionit edhe e marketingut të produkteve. Për shembull, dikush që don me dalë komunikacion, shkon në autoshkollë, e kryen ato orë të hynë në provim, edhe merr patent shoferin, pa i monitorohet prej policisë, ndal policia, e kontrollon a e ka veturën. Vazhdimisht verifikohet. Po, informacionin në internet nuk i si me verifiku. Nuk ka një mekanizëm të tillë. Kosova, po edhe vendet të tjera ku i filtrojnë informatat e pasakta, i eliminojnë edhe i lojnë veç informatat e sakta. Këto ditë jemi ballafaqur me plot prej kolegëve tanë që përmes AI-s i kanë deviju informatat dhe i kanë nxit njerëz, kishe X profesori, Y doktori është tu nxit për me përdor këtë produkt sepse ka një mrekulli në këtë smundje, pëshëron ato, pëshëron këto, që janë keq përdorime prej njerëzve dashakeq në mjediset virtuale, për me orientu që me bleni produkt ose një tjetër, pa i mendu ato pasojat që mundën më ardhë. Dhe si ta dalloj pacientin në fakt këtë? Pacienti ka shumë vështirë me dallu këta. Atëherë çka duhet bëj? Për këto, pacienti i dashur me qenë në koordinim me mjekun e vet familjar, që një informacion e ka rreth problemit ose ato, me nda edhe me u konsultu. Roli i pacientit në vendimarrje për trajtimin ose menaxhimin e gjendjes shëndetësore tani ka ndru. Përderisa më herët krejt përgjegjësinë e kalon te stafi shëndetësor, tash merr pjesë edhe thotë që po e kisha marrë tretmanin ose opsionin protokolin 1, pastaj protokolin 2, varësisht cila është me gjendjen, po jo me vendos krymvetit se doktori më ka thonë të përdori ilaçin për shembull 2 herë në ditë, unë kam pa në internet që bën me përdor edhe 4 herë në ditë, ose mi marr ka 2, një ditë me pi, një ditë mos me pi, ose kur m'bjen mend një herë në javë, sepse çashtu e kam pa diku në internet. Apo në anë tjetër që ndodh edhe vetë diagnostikimi i problemit. Në aspektin mjekësor, çdo përdorim i ilaçeve pa rekomandim të mjekut është i papranueshëm. Do thonë nuk ka një ilaç që ti bën më shku edhe hajt kryen vetëm me përdor, sepse mjeku është personi i autorizuar për me shkruar recetën mjekësore, edhe pastaj ajo e jepet në barnatorë dhe i merr ilaçet. Më shkon kryen vetëm me mjeku një gjendje shëndetësore të cilën nuk je i sigurt që e ke diagnostifikuar. Na e kemi përjetu vetë në fakultet mjekësisë si studenta, kur kem fillu me studiu për smundje të ndryshme, edhe janë ato simptomat klinike. Thotë te kjo smundje dëm gishti, te kjo tjetra dëm barku, te ajo dëm koka, thush mos e kam çet smundje, mos e kam atë tjetrën, mos e kam tjetrën. Na djemt veç ta zonkën, na thonë ç'të smundë me kohë, se këtë smundje tjera mundën mi pas. Tash në mjediset virtuale, ku ka shumë informacione, aty mundën me pas plot smundje të tjera që mundën me arrit ankthin, mundën me mbajt në një tension, në një stres të vazhdueshëm individin, edhe ky mos më mund pastaj me performu ose me jetu jetën e vet përditshme, për shkak që kena kriju vashmëri. Kena kriju vashmëri, secili prej neve në telefona, në ekrane, edhe vazhdimisht sa më shumë që rrin në video ose rrin të bëj scrollin në mjediset të ndryshme, aq më shumë ka algoritma që kanë mi dal ato përmbajtje, edhe ka me kufizu këto në informacion shumë të ngushtë, përderisa ka një diapazon shumë të madh. Për shkak të algoritmit që i ka mjediset virtuale që i kanë atje, edhe pastaj këta keq orientohen. Më thonë, algoritmi që ti pas ke qef me qëndru në qëtë midis, ose për qëtë informacion, dhe vazhdimisht ofrohen rreth asaj teme. Ofrohen ato informata, edhe pastaj ti veç e shëvetën që shumë të ka ngushtu diapazonin. Përderisa dikush tjetër se kish pa që është ngusht, ti shumë e ki kufizu vetën edhe fillon me kriju një problem tjetër shëndetësor edhe në aspektin psikologjik. Dhe sa janë të rrezikshme këto, sidomos këto barna që blehen pra pa u konsultuar me mjekun, por edhe disa pajisjeve mjekësore që konsiderohen mjekësore. Sa janë të rrezikshme të përdoren, të vinë në shprehje pa u konsultuar me mjekun? Fillimisht unë kisha bu apel përmes emisionit që të mos blehen produkte të pasigurta, të verifikohen produktet. Edhe nëse kemë blender një produkt online,
që është mundësia, po e bleni produkt online të cilin e ki përdorë paraprakisht, disa javë, disa muj, është dëmtuaj edhe dënë me marrë një produkt tjetër e ki një bazë për e ku e ki blejt, Po flasim për produkte mjekësore. Po, kur e bon për herë të parë një produkt, se ki verifiku për mbajtjen, nuk e dim prej ka vjen, që është rujt, edhe ti po e blen ato për gjendjen tonë shëndetësore, kjo është me rrezik shumë të madh sepse mundet me pas shumë efekte negative dhe me dëmtu më shumë shëndetin se sa që ti ki prit dobi prej atij ilaçi. Andaj për diagnostifikim të situatës duhet në bashkëpunim me mjekun me kryu ato analizat ose vlerësimet që janë, edhe pastaj kur vjen te diagnoza mu përcaktu për diapazonin e ilaçeve ose tretmanin që ki me marr. Nëse të harxhohet ilaçi, normal shkon e blen të njëjtin, po jo sipas kokës tande ti me fillu me marr një ilaç, pastaj jo s'u bëj ka punë këtu të marr tjetrin. E veçmas tani gabimi më i madh që bëhet është te antibiotik, kur shkon kryen veti të nisi me çt antibiotik, jo s'u bëni punë, hajtë të marr tash tjetrin, hajtë të provoj tjetrin, edhe po bojnë të lashë pacientët pastaj me ngritjen e rezistencës antimikrobike dhe të kufizohet shumë mundësia çfarë antibiotiki më shkru. Pikrish prej keq përdorimeve ose aty përdorimeve që unë e ditar se më ka bo mirë një herë që kjo ilaç, tash du me përdorë edhe herën tjetër. Po ndoshta nuk është gjendja e njëjtë, është një infekcion tjetër, ka shkaktuar që atë infekcion një mikrob tjetër, duhet tash një antibiotik tjetër, ose paraprakisht i jekon me një peshë më dopt, ki marr dozë më të vogël, tash duhet dozë më e madhe, nuk bën punë ajo dozë. Për shto është mirë mu konsultu me mjekun, cili do koftaj, mjeku i cilis do prej lamive, probleme shëndetësore që janë që lidhe me lamit ato, edhe pastaj me ju përmbajt tretmanit, mos më shku kryen veti. Më thonë, e kem gjetë një pajisje për terapi fizikale, po mu i me bon shpe. Mirë, a je sigur që kjo është diagnoza jote? Po, ka shumë manifestime klinike apo simptomatologi klinike që ngjasojnë me njëna tjetrën. Pastaj, përmes vlerësimit fillestar që është me anamnezë, pastaj vlerësim përmes ekzaminimit fizik, analizave tjera specifike, laboratorike, imazherike, vjen te diagnoza dhe pastaj të rekomandohet me përdor njërin ose tjetrin. Por nëse shkon ti kryen vetë se kjo i pas ka bëu mirë dikujt sistem, ka bëu mirë dikujt tjetër që ka dalë në televizion atje, e qet në rrezik shëndetin tënd. Pra, këto është problem serioz pastaj. Mirë, do të flasim për çështje tjera lidhur me shëndetin digjital, dhe dashur miq, shputemi për pak çaste, kthehemi pas pak. Dashur miq, po flasim me doktor Bernard Tahir Begollin lidhur me shëndetin digjital, se si të përfitojmë dhe sa duhet kemi kujdes nga rreziqet që mund të dalin nga ky problem, ndërsa ju po shoqëroni pra me këndin e diskutimit. Doktor, doja tani të ndalemi te çështja e privatësisë. E thatë më herët se gjithçka mund të jetë online, të dhënat për pacientin, historiku i smundjes, e kështu me radhë. Sa është sfiduese privatësia e pacientit në këtë rast? Realisht një rrezik i tij është permanent. Nuk ndalet asnjëherë, sepse edhe në anën tjetër supozohet se ata që dojnë t'i keq përdorin, që kanë mendime dhe veprime dashakeqe ndaj individëve të tjerë, janë në një angazhim të vazhdueshëm se si me gjetë me ty edhe një pasvartë, si me gjetë me ty edhe një barierë për me mrit deri te disa të dhëna. Mirë po, teknologjia e informacionit ka bërë një hav të bujshëm, edhe siguria apo hapat e sigurisë për t'i ruajtur të dhënat janë ngrit në maksimum, që ka shumë vështirësi për me ardhur deri te një informat personale një individi nëse ai nuk e jep personalisht. Më thonë, ka plot emaila që neve tash na vinë, që janë emaila rekrutues ose phishing, që don me ta marr emailin, do të ki fitu kaq të holla, ose e ki X personin smut, që e ki familjar, është mbet keq, me aqu disa mjete atje, ose pas pak ka me të bloku kompjuterit, dush me blekët antivirus e të tjera, që janë të rrezikshme për përdorim. Megjithatë, në aspektin mjekësor, rekordeve ose të dhanave personale,
teknologjia e informacionit edhe mekanizmat e sigurisë janë mjaft sigurt. Për këto është zhvillu mjaftueshëm edhe legjislacioni. Përderisa për pjesën tjetër që folëm deri tash, nuk kemi legjislacion të mjaftueshëm as në nivel ndërkombëtar, po as në nivel vendor që me rregullu çështjen se kush plason informata, kush ka të drejtë çka nëse ka gëny ose ka jep informata të pabaza, nuk ka një mekanizëm ndërshkues për këto, sepse nuk është zhvilluar mjaftueshëm ky si sferë e legjislacionit, e sa i takon të dhëna personale, kjo vetëm se ka ekzistuar për bazën fizike, e njëjta pastaj është transkriptuar edhe aktualisht kemi si në nivel vendor, si në nivel ndërkombëtar, legjislacion që e mbron privatësinë e individit. E teknologjia e informacionit ka bërë që me pas pastaj barriera që mos me arrit deri te këto informata. Na si vend nuk e kemi një sistem elektronik të informimit shëndetësor, ku të gjitha danat e pacientëve me qenë të ruajtura në formë elektronike, po spitalet të disa prej atyre publike, po edhe të gjitha privat e kanë sistemin e informimit spitalor, ku regjistrohen të dhanat edhe ato nuk janë qasme për të tjerët, po vetëm për përdorimin e brendshëm në pajisjet elektronike që i kanë brenda saj, të cilat ruhen me mjaft siguri të lartë. A ka standarde ndërkombëtare se si duhet të ndiqen pra këto? Po, sa i takon sigurisë të dhanave, po ka, po problemi që ndron te përmbajtja e videove ose e teksteve të cilët akoma nuk është gjetë një zgjidhje, ndoshta do të vjen së shpejti një algoritëm të zhvillohet ku konstatohen përmes fjalëve kyçe. Qysh na në shkencë kur dojmë me lexu për disa tema të caktuara kërkojmë me fjalë kyçe, po shpresojmë që në këtë drejtim do të vinë edhe fjalë të kyçe për me i gjetë ato informata, video, tekste e të tjera të cilët janë sfiduese, janë të pasakta, edhe nuk janë kredibile për me ekzistu në mjediset virtuale, edhe mi keq orientu dhe keq informu pacientët. Nga se në këtë formë shkon të ngushtu mjedisi që pacienti me dëmtu shëndetin e vetë, e njëkohësisht edhe shteti me pas nën kontroll ato që dikush mos bën tash krime virtuale, përderisa në pjesën fizike të krimeve kujdes në organet e rendit, edhe në pjesën virtuale do të ketë mekanizma të zhvilluara në këtë aspekt. A mund të integrohet mjekësia online në standardin tradicional të trajtimit në Kosovë? Mund të gërshetohen, mund të bashkëveprojnë? Gjithsesi, na kena pa praktika edhe për kujdesit parësor, dytësor, tretësor, që gjatë pandemisë kanë pas konsulta online. Mjeku edhe pacientin kanë pas një takim, megjithëse kjo, me thonë të drejtën, e lën mangu qatë ekzaminimin fizik. Se është ndryshe kur është pacienti në dhomën e mjekut ekzaminohet edhe ndryshe kur është online, ndryshe mundet me ndru aktualisht zhvillimi i teknologjisë informacionit edhe AI, ka bërë që me ndru edhe të pamjen, edhe zanin, edhe mos me koni sigur që jem të folën e dy. Ka plot video të rrejshme që janë të publiku, e një diçka e tillë nëse vjen në raport me mjekun, edhe ka pacient të rrejshëm që dojnë aty, kjo do të jetë sfidë. Po besoj që shumë shpejt, edhe në kurrikulat e studimeve, për studimet themelore që janë në mjekësi, edhe në disiplina tjera, do ta kemi një landë e cila do të mëson se si mu ballafaqu edhe si mu avancu në këtë aspekt që gjeneratat e reja të mjekëve të cilë dalin me konë më të përgatitur sa i takon përdorimit të teknologjisë, së informacioneve, platformave të ndryshme, aplikacione telefon, ekranet të ndryshme që telehealth, mHealth, ose përmes telefonit, ose pajisjeve të tjera të cilat mund të vishën në sport për shembull, dalin vrapojnë në maratona, e mbajnë një pajisje për me monitoru pulsin dhe ku me ditë sa larg me qenë e përcjell pulsin e pacientit atje. Nëse arrijnë në këtë formë i përdor për dobit pacient, veçmas për ata me smundje kronike, na kena shumë mi reduktu ato veprimet e përnjëhershme të padëshirueshme në shëndetin e pacientit që mund të jenë kriza të llojeve të ndryshme. Dhe e përmend pra nga pandemia e tutje pastaj ka vazhduar të shtohet komunikimi online mes mjekut dhe pacientit. Po në anën tjetër, cilat janë kufit etike që mjeku duhet t'i ketë parasysh kur këshillon pacientët online?
Realisht edhe kjo është një fushë në zhvillim e sipër, nuk ka një kufizim të kësaj, megjithatë kujdesi i cili kërkohet duhet të jetë i shtuar, nga se ato normat etike të cilat janë në fuqi për ekzaminimin fizik me prani të pacientit duhet të jenë edhe online. Megjithatë, në aspektin e vlerësimit edhe përshkrimit të recetave, mendoj që duhet të kemi më shumë kujdes, nga se një përshkrim i recetave online, pa e ditë saktësisht gjendjen shëndetësore, me konstatu se cila është gjendja, kemi ardhur deri te diagnoza, edhe me shkruar vetëm një recetë ose me i përshkruar diçka, mendoj që nuk jemi në atë fazë akoma. Po mjekët sa janë përgatitur? Një përjashtim kështu e kisha vao për disa raste kur pacientët kanë gjendje kronike, e kanë mjekun e vet personal që për kujdeset për ta për disa vite me radhë. Që komunikimi ka filluar më herët? Komunikimi ka filluar në ordinancë, në poliklinik, edhe pastaj ka vazhdu, ka ardhur një fazë kur mund të shkruajmë mesazh mjekut ose mund të athin telefon të konsultohet për situatën, veç se mjeku e ka pas të qartë situatën për vizitës të fundit edhe vizitave të mëhershme, e atëherë nuk ka ndonjë të lashë që e zvoglon dozën, e rrit dozën, e shton tretmanin, e zvoglon, për këto kurfar të lashë nuk ka edhe aktualisht. Megjithatë, kur të shtojmë tash këtë konsultimet online, kjo është një sfidë në veti për arsye që vinë shumë me pas mashtrime në të dyja palët, ose me pas ndërprerje edhe në një anamnezë që është mas miri, mos me pas valë dhe mos me arë fjalë, një nësë palë edhe tjetër, edhe me ik një pjesë e bisedës. Një pjesë e dëshmisë që din sakt me të orientu ty të diagnoza, ti nuk e ki të njohur. Edhe kjo të një me të keq orientu në një drejtim ose në tjetrin, edhe me pas edhe sfidat janë vazhdimisht aty. Po teknologjia e informacionit është e prisht, sado që është e mirë në këtë aspekt. Është e ndjeshme. Ka shumë ndjeshmëri, për shembull, ndërprerja e elektricitetit ose e valve, në këto krijon shkputje edhe pastaj mund të mbetesh keq për shkak të lidhshmërisë të madhe që mundesh me pas edhe vashmërisë që e ke ndaj teknologjisë. Për shto themi që nëse disiplina tjera kanë më u zaventuar në një të ardhmen për AI, fusha në shëndetësi është më pak e mundshme, për shkak që kërkohet edhe ndërhyrja e dorës së njeriut. Po, dhe në anën tjetër, kur mjeku kontakton online me pacientët, atëherë edhe mund të ketë edhe dekoncentrime për shkak se mund të kontaktoj me disa për një herë, ndërsa takimi në ordinancë është më i drejt për drejt dhe problemi trajtohet me një qasje më serioze, themi. Vetë ambienci i ordinancës ku takohet mjeku edhe pacienti e ka atë privatësinë. Ti në internet nuk je i sigurt nëse nuk është të vjedh dikush bisedën, të incizu në këto. Nëse nuk përdorim në psiqikën e pacientit? Sigurisht që ndikon në psiqikën e pacientit. Është ndryshe pacienti kur është në kontakt të drejt për drejt me mjekun, edhe e ka atë sigurinë, e ka besueshmërinë, edhe shprehet shumë më lirë se sa në internet, kur mund ta mshef një simptom, mund ta mshef një dhimbje, mund të mos e tregoj të gjithën, edhe pastaj mu keq orientu edhe drejt diagnozës edhe drejt tretmanit. Për këto është e nevojshme në pas kontakt fizik. Dhe mjekët janë të përgatitur për këto lloj sfidash që mund të dalin gjatë diagnostikimeve? Aktualisht mendoj që jo vetëm në Kosovë, po asku në botë nuk ka pas kurrikula që mi përgatiti mjekët për këto. Na jemi mësu vetë me përdorimin e nga mjekët e rinj është më e pritshme që të njohin më shumë. Po gjithsesi, me gjeneratat e reja është përdorimi i aplikacioneve, telefonit, tabletëve të ndryshme, është më i familiarizuar. Ajo që kërkohet është me u përshtat tani nevojave për në shëndetësi edhe mi apliku ato njohuri që janë marrë veçse ose janë akumulu deri më tani. Gjeneratat e vjetra të mjekëve normal kanë me pas më të vështirë një konsultë të tillë online ose një përdorim të teknologjisë në një formë të tillë. Megjithatë për gjeneratat e reja nuk mendoj që është një sfidë e papërballueshme, po jo diçka që janë përgatitur. Me thonë, kurikulat e reja tash në shëndetësi, po shpresoj që do ta kenë si lan të veçantë ku përgatiten edhe për me menaxhu këtë pjesën e shëndetit digital. Po menaxhimi i emergjencave shëndetësore? Sigurisht se inteligjenca artificiale kish me ndihmu shumë në menaxhimin e emergjencave, sepse kena pa në artikuj që janë publiku,
ato simulimet e rasteve që janë bërë përmes inteligjencës artificiale kanë tregu saktë se ka po shkon trendi. Pavarësisht që na jena mundu për shembull metodën klasike me telefon, me i ndjek rastet kush me kon ka pas kontakt, ku ka shku, çush ka shku, nuk kena kriju mjaftueshëm atë rjetizimin për me ditë sa ka me qenë madhësia mbas një jave, mbas një muaji, mbas një vite, inteligjenca artificiale na ka mundësu një diçka të tillë me siguru, edhe në bazë të kësaj kur të kish informacion, kur të kish simulimin se deri ku pritet me shku, ti mundesh normal me marrë masat paraprake që me kufizu aty. E në shëndetësi kemi qejf që nëse s'mundem me eradiku, me zhduk ato si problem, paktën e eliminojmë mësë në pas raste të reja, ose nëse s'mundem as me eliminu atër, me kufizu, me marrë nën kontrol një problem të tillë. Sa i takon emergjencave, në dita ditës, na kena pas edhe emergjencat të tjera, po shpresojmë që me konë të përballueshme, po e shohim vetë me ndryshimet klimatike, me përhapjen e virusëve të ri në mjedise të ndryshme, po jemi të rrezikuar në vazhdimsi si komunitet. Andaj përdorimi i teknologjisë informacionit dhe inteligjencës artificiale na leton shumë situatën, në qoftë se na dim me i përdor të dhënat që kemi të rënë edhe me bashku me mundësi që po i ofron AI. Dhe për fund, cila është ajo thirrja juaj e radhës? Në fakt, gjithçka që keni folur, keni përcjell mesazhe dhe thirrje vazhdimisht për kujdes në këtë drejtim. Çka duhet dinë qytetarët, çka duhet bëjnë më shumë stafi mjekësor në këtë drejtim, në mënyrë që të mos rrezikohet me shëndetin e shoqërisë? Po, i kisha ndarë janë në 3. Kisha thënë që e para është që mos të besojnë reklamave mrekullibërsve të produkteve në internet. Do të thonë, akoma nuk kemi lexuar diçka, nuk kemi pa diçka në evidencat mjekësore që është ky ilaç mrekullibërs dhe vjen për çdo gjë. E dyta është që të mos marrim vendim vetanak për përdorimin e një ilaçi ose tjetrin pa konsultimin e mjekut. Dhe treta, të mundohemi ta kufizojmë kohën para ekranit. Unë për veti kom vendos një kufizim se sa minuta në ditë me përdor ekranin, telefonin, që me reduktu këtë vashmërinë që e kena ndaj mjedisit digjitale dhe ekraneve, edhe këto kisha bë thirrje që gjithë secili ta kufizojmë në një formë ose tjetrën, që mos ta kemi presionin edhe stresin e vazhdueshëm me informata, se këso na bombardojnë informata, mjediset, kudo që t'him në rrjetet sociale, na bombardojnë me informata, edhe këto na krijojnë stres të panevojshëm neve. Do të thonë ta kemi një kufizim, pas orës 8, pas orës 9, nuk e hapi telefonin në rrjetet sociale, ose nuk e bëj këtë tjetrën ose atë tjetrën, edhe kësaj e detoksifikojmë vetëm për informacione të padëshirueshme edhe stresuese të përditshme. Po kjo është e rëndësishme shumë. Faleminderit shumë, doktor. Kënaqësi që bashkë biseduam për këtë temë të re, por edhe të rëndësishme. Kënaqësia ime. Dashurmiq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Ishte ky këndi i diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.